Parajsa dhe amshimi. Një tjetër mërkimtar i kthyer, që kërkon të ndihmë ndaj të vetëve, ishte kunati Omerit Uthman ibn Mazuni, i klanit Gjuma, sepse dinte mirë që kushëriret e tij Umeje dhe Ubej do të përsekutonin. Kësaj radhe ishin mazumet ata që ruajtën dikë të një klani tjetër. Vetë Velidi e mori Uthmanin në mbrojtje, por kur pa bashkëvetarët e tij të përsekutoheshin ndërsa ai mbeti i sigurt, shkoi te Velidi dhe hoqi dorë nga mbrojtja e tij. "O biri vëllai tim", i tha plaku, "a të ka lënduar kush nga të mit?" "Jo", tha Uthmani, "por do doja mbrojtjen e Zotit dhe nuk dëshiroj mbrojtjen askujt tjetër përveç tij." Kështu, ai shkoi me Velidin në xhami dhe liroi atë publikisht nga mbrojtja e tij. Disa ditë më vonë, ndodhi që poeti Labid po recitonte para kurejshëve dhe Uthmani ishte i pranishëm në tubimin e madh që kishte mbledhur për ta dëgjuar. Në një nivel diç më të lartë se ai i dhuntisjes së përgjithshme të arabëve për poezi ishin poetët e shumë të dalluar, si Ebu Talibi, Hubejre dhe Ebu Sufjani biri i Harithit. Por për mbi ta ishin të paktit që njiheshin si të mëdhenj, dhe Labidi pranohej si një prej tyre. Ai ishte ndoshta poeti më i madh i gjallë arab dhe kurejshet ndiheshin të privilegjuar që kishin mes tyre. Njëra nga strofat që ai recitonte, tani fillonte: "Padyshim, gjithçka veç Zotit është një hiq." "Të vërtetën the", foli Uthmani. Labidi vazhdoi dhe të gjitha kënaqësitë të zhduken. "Gënjen", thiri Uthmani, "kënaqësia e xhenetit nuk zhduket kurrë." Labidi nuk ishte mësuar të ndërprisnin, ndërsa kurejshet jo vetëm që shtangen u zemruan, por edhe u turpëruan në skaj, sepse poeti ishte mysafiri i tyre. "O kurejsh", tha ai, "s'ka bërë vaki që ata që janë ulur me ju si miq të keq trajtohen. Që kur kështu?" Njëri nga të pranishmit u ngrit dhe nisi të paraqiste shpajsimet të fisit. "Ky njeri s'është veç se një gdhe", tha ai, "nga një band gdhesh që e lën fen ton." Mos të ta ngacmoj shpirtin fjala e tij. Uthmani ja ktheu me ashfuri, sa që forsi erdhi i rap mbi sy, dhe vetulla ju je shilos, ndërsa Velidi, që ishte ulur pranë, vreti se syri i tij nuk do të ishte lënduar kurrë, po të kishte qëndruar në mbrojtjen e tij. "Kurse si", tha Uthmani, "syri im i mirë është krejt i vobekt në krahasim me çka gjetur të vëllai në rrugën e Zotit. Unë jam në mbrojtjen e atij, që është më i fuqishëm e më përcaktues se ju." "Eja, o biri vëllai tim", tha Velidi, "përtrije paktin me mua." Por Uthmani nuk pranoi. I dërguari nuk ishte i pranishëm atje, por ai dëgjoi për poezinë e Labidit dhe që kishte vijuar. I vetmi koment i regjistruar i tij, që fjala më e vërtet që ai poet ka thënë ndonjëherë është padyshim, veç Zotit gjithçka është një hiq. Ai nuk e fajsoi Labidin për fjalët që kishin vijuar fill më pas. Poetit mund të njihej kuptimi se të gjitha kënaqësitë toksore do të shuhen. Dhe nga ana tjetër, të gjitha parajsat e kënaqësitë të përjetshme mund të mendohen si të përfshira të Zotit ose të ftyra e Zotit. Në këtë periudhë kishte ardhur shpatja. Gjithçka zhduket përveç fytyrës së tij. Dhe në një shpatje të mëhershme ndodhen fjalët: "E amshueshme është fytyra e Zotit tënd në madhështinë dhe begatinë e saj." Ku të jetë kjo begati e përjetshme, atje do t'jenë marrësit e saj, si dhe kënaqësitë e saj. Kurse tani erdhi një shpatje edhe më e hapet, që përmbante fragmentin e më poshtëm. Ajeti i parë i referohet gjykimit,
Ditën kur ai vjen, asnjë vetë nuk do të flasë, përveç se me lejen e tij disa mjeranë të tjerë të harreshëm, se për mjeranët në zjarr do t'jenë. Shërtima dhe vaji është hisa atyre, aty do të rinë, përsa e zgjasin qetin e tokë, përveç se si do Perëndia. Vërtet, Zoti yt bën gjithmonë çfarë do. E sa për të harreshmit, në kopsht do t'jenë banues aty sa të zgjasin në qiell e tokë. Përveç se si do Perëndia, një dhuratë që nuk do të tërhiqet. Fjalët përmbyllëse tregojnë se nuk është vullneti hyjnor që dhurata e parajsës për njeriu pas gjykimit t'i hiqet atij, siç ndodhi me parajsën e parë. Pyetjeve të tjera që lidhen me këtë fragment ju gjegj vetë i dërguari, i cili u fliste prorë ndjekësve të tij për ringjalljen, gjykimin, parajsën e ferin. Njëherë ai i tha: Zoti që sjell këdo, ai në mëshirën e tij do të fuzë në xhenet njerëzit e xhenetit, e në xhenem njerëzit e xhenemit. Atëherë do t'ju thotë melekëve: kërkoni atë në zemrën e të cilit mund të gjeni besimin në peshënin e grimësit të farës së melit, dhe nxirreni nga feri. Atëherë ata do të nxjerrin një mizëri njerëzish e do të thonë: Zoti ynë nuk kemi lënë aty asnjë prej tyre që na urdhërove. E ai do të thotë: kthehuni dhe nxjerreni atë në zemrën e të cilit do të gjeni mirësi me peshën e një thërmie. Atëherë ata do të nxjerrin një mizëri njerëzish dhe do të thonë: O Zot, nuk kemi lënë mirësi atje. Atëherë melekët do të ndërmjetësojnë, pastaj pejgamberët e besimtarët. Atëherë Zoti do të thotë: melekët ndërmjetësuan, e pejgamberët ndërmjetësuan. Mbetet vetëm ndërmjetësimi i me të mëshirshmit të mëshiruesve. Dhe ai do t'i nxjerrë nga zjarri ata që nuk kanë bërë asnjë të mirë, e do t'i hedhë në një lumë në hyrjet e xhenetit, që quhet lumi i jetës. Dhe për ata në parajsë i dërguari ka thënë: Zoti do t'u thotë njerëzve të xhenetit: a jeni të plot kënaqur? E ata do të thonë: si të mos jemi të plot kënaqur, o Zot, përderisa ti na ke dhënë atë që s'ja ke dhënë asnjë krijesë tjetër. Atëherë ai do të thotë: a t'ju jap edhe më mirë se aq? Dhe ata do të thonë: ç'është më mirë se kjo, o Zot? Dhe ai do të thotë: do të lëshoj mbi ju ridvanin tim, lumtunimi i mbran i Lidvanit, i përkthyer nga një herë si kënaqësi e mirë. Interpretohet si pranimi përfundimtar dhe absolut i një shpirti nga Zoti, dhe marrja e tij të vetja vetë dhe e amshura, kënaqësi e mirë e tij me ta. Parajsa si përore nuk duhet marrur sikur përjashton atë që njihet si parajsë në kuptimin e zakonshëm. Nga se Kurani premton që për çdo shpirt të bekuar do të ketë 2 parajsa. Dhe duke folur për gjendjen e tij në ahiret, i dërguari foli dhe për të si bekim i dyfisht, takimi me Zotin tim dhe xheneti.